Mirëmëngjes. Mirë se vini në një tjetër video tonën. Zëri im është kështu sepse ne tani sapo u zgjuam, edhe duam t'ju marrim sot me vete sepse do shkojmë tek hipodromi i kuajve në Plaqak këtu në Kret. Edhe sapo u zgjuam, nuk kam fuqi të çohem sot sepse jam zgjuar me një dhimbje të tmerrshme këmbësh. Nuk e di, ama ju vajzat që jeni shtatzanë keni pësuar këtë në shtatzani që keni patur dhimbje këmbësh, unë kam për ditë, po tani muajt e fundit po shtojnë dhimbjet. Edhe gjithë natën më kapen si pickimet e këmbët, nuk e di pse. Por duhet të çohem. Po i kërkoj Romarës pak masazh, por nuk e di ama do më bëj. Duhet të çohem të vishë. Po kërkon ti apo bebi? Bebi. Po. Ja, dhe burit tani po më ndihmon për me këmbët, sepse nuk e di, kam shumë dhimbje këmbësh. Nuk e di pse më ka kapur kjo në muskujt. Të shtatzani që nga fillimi deri tani, që nga muaji i parë më ka kapur. E çuditshme. Me aden më kapte, por nuk më tim të kaq shumë. Tani ndjem një njeri tjetër, njerëz. Roft burit që ekziston. Shikoni, zonjusha xhelozoi. Me dalesha ime. Dhe ajo do pak masazh. Vam për të desë. Si qesh ajo? Që po të boj. Shiko si qesh. Ti boj. E për shikoni që bën fëmija? Më la mua as një minutë së më beri. Edhe tani qupës. Ja bën me gjithë qef. Lajmë dëbët dhe nisim të bëjmë gati, nuk e kam iden se çfarë do veshim, po shpresojmë të gjejmë një gjë që të na nxjerr, jo të jetë e bukur. Okej. Që kam punuar në klinikë dentare, mos vini shumë krem, se janë marketing, shumë pak. Recita si e bën. Po edhe sa më mirë edhe sa më shumë minuta. Skemi. Erdhi Ardea ka humbur furçën. Un favorat, problem. Opa, tani do vishemi, do shkojmë te aerodromi, jemi gati. Ardea po flet telefon. Çfarë do jejas? Ardea ku do vemi? Çfarë do bëjmë? Gjiro me kal. Jemi gati, kështu jemi tani. Edhe do vishemi tani. Do vishemi, shikoj që do vesh. Bo. Oh, ta është prap. Perimen. Ku ka dorën? Ku ka dorën? Ja dora. Ku ka dorën tjetër? Ku dorën? Oh, ja dola. Wow, sa e bukur. Kam një fiksim me kafen për vete dhe për vajzën, dhe kështu që e vesha me ngjyrat e tokës. E vesha me këto streçet, nga që do shkojmë të kalorojmë, nuk mund t'i vesh fustan. Edhe një bluzë kafe me lule dhe një pantallone që shkojnë me bluzën besoj. Pak gjela. Gjela është piloj, nuk si krem. Laka. Jo, krem. Nuk përdoj. Mo pëlqen këtë e përdor dhe unë ndonjëherë. Kur duaj që të më ri flokë mirë. Po e shumë i ngrit direkt. Ta. Është nga krema më të mirë që ka marrë. Sa po të funë. Ta, të bleva dhe një tjetër. Ta. Po s'da shumë, se kurse. Ta. Edhe gjithmonë s'po rregullohem me flokë. Po të qetë nesër. Në që po bën? Juar krem për mjekrën që të rria but. Që mos të qirë gruan tim. Po, këte e kam shumë të rëndësishme. Nuk e duroj të kur mjekra është e ashpër. Unë i them gjithmonë bli krem për mjekrën. Super. Ajde. Që ke veshur, pa të regore pak outfitin? Outfit check, quhet kjo. Tani, kam 5 par gjinse, që kam tu e 5 vjetë që për më brenani. Edhe nuk legji roba. Po janë të mira, po janë Levis. Kisha dhe unë Levis. Janë se punë e mosës. Po më dërgoj në njeri.
Dhe po më bleu gruaja mirë, po sa ashtu mirë. O si blej kur pantallona se ky ka probleme me pantallon. Unë vetë fortoj të vetë. Po, kjo bluzë e preferora ime, Mario, se është shumë e rehatshme dhe e bukur. Edhe tani ka ardhur momenti t'ja vjedh unë, normalisht. Kam dhe orën, te orën ma ka bler gruaja dhurat. Të... Tomi. Në fakt, kam qef të blej 1-2 ora tjetër Edhe në unë. orë. Po tani s'kemi lek, kur kemi lek. Penny, Kush t'i ka për me flokën, mami apo babi? kush i kap më mirë? Asnjëri? Nuk do fare t'i kapi flokët këtë shupa ime. A e shqup apo qum? Kush t'i ka për me Tip flokën, quni. mami apo babi? Do të vesh 2 fjongo, një këtej, një këtej. Po i duhet të marr 2 të njëjta, prit të marr unë. Vendosim 2 fjongo që ti duket floku bukur. Ja ti më poshtë, më poshtë. Jo, më poshtë, më sipër. Qere këtu. E, ashtu lart që të duket, bravo. Bravo. Wow. Jo, ashtu, jo, kështu. Të vlasht. Ashtu, bravo. Po e lulle, babi. Po vem lule, mami. What's bukur? Aja me vetmi që vendos blashin me gisht. Këti mua më duke sikur produktet nga ngrohtësia e gishtit shpërndahen pak më mirë. Edhe gjithmonë e bëj me gisht. Bronzerin jo, bronzerin nuk e bëj me gisht, po blashin historikisht e kam bërë kështu. Që kam vetën e pasqyrë. Se kam këti edhe në kamerë, nuk duket mirë. Duket pak shumë, po të vendos dhe blashin dhe bronzerin dhe nuk të duket kaq. Bronzer përdor këtë të Physicians Formula, të e kam parë të një modele e famshme të Victoria's Secret, edhe është aq i mirë, nuk e di, nuk është aq i shtrenjtë, mund të jetë diku te 13 euro, po ja vlen çdo qindark që jep për këtë. Shumë i mirë. Dhe vjen arom plazhi. Do të thënë të nuancësh të ndjehet sikur je në plazh. Shumë aromë mirë. Edhe ky në Amerikë shitet në farmaci, me sa kam kuptuar. Është shumë i mirë. Edhe nuk të shkakton as putra, as gjë. Pëlqen. E pak këtu të syt, që t'i japim pak ngjyrë lëkurës. Unë dhe shumë pak produkte dhe mundem ta përhap mirë, që mos të dukem shumë e ngallosur. Normalisht kem atë glowin natyral. Kaq. Bëjmë dhe buzët. Unë bëj një make-up shumë minimalist. Kam vënë vetëm fondatin, këtë të Diorit, por nuk e mora dot në video. Këtë concealerin e NYX-it. Pak ton sysh nga ky të L'Orealit. Blushin e Shigemit, ky është blushi im i preferuar, që është shumë në tonin Love Cake, do thosha Lava Cake. Love Cake. Këtë që ja tregova bronzerin dhe buzëkuqin im preferuar, lapsi im i preferuar, se buzët janë pjesa ime e preferuar e make-upit që japin atë ngjyrën. Është ky nga Maybelline Shade On It. Shumë i mirë. Ja ta vendos dhe kthehem prap. Okej, ky është lapsi. Është lapsi ftohtë, dhe më pëlqen. Shumë i bukur. Dhe unë e vendos gjithmonë me një buzëkuq të lehtë. Si punë roze, është ky i NYX-it, unë jam e fiksuar me NYX-in, nuk e di, më pëlqejnë shumë produktet e NYX-it. Janë ekonomike dhe shumë të mira, janë si këto produktet e shtrenjta. Pse të harxhosh kaq shumë lekë kur mund të marrësh një gjë mesatare dhe që ta bëj punën shumë mirë. Ky është Shine Lip Balm në shade, s'ke di, nëse do ju interesoj, Going Viral numri 4. Dhe shiko ka këtë aplikatorin këtu, ja, shiko, edhe ngrihet. Shikoni? Është perfekt. Është buzëkuqi im i preferuar. Dhe gati. Të vendos të pak rimel dhe po shkoj ta marr. Dhe jam gati. Okej, kam vetëm për të krehur dhe flokët. Edhe t'ju tregoj pak outfitin, kam veshur një fustan të zi, të thjesht që kam blerë në Shein, është i vetmi që më bën dhe është shumë i rehatshëm. Nuk e di. Nëse jeni shtatzan, ky fustan ju nderon. Shiko dhe barku.
Dhe ja make-upi përfundimtar, këtu është drita shumë e mirë. Make-up shumë i thjesht. Normalisht buzët janë protagonisti i make-upit tim gjithmonë, se unë nuk vendos shumë produkte të tjera, edhe pak rimel do të bëj një lash lifting, por që më vonë. Gati. Ne jemi gati. Gati, hajde të tregon sa të bukur jemi, babi. Ua. Kuqi mami? O të bëjsh bëskuqit. Kuqi mami? Ja, u nisëm. Mami, ku po shkojmë? Te Kali! Kali! Gati! Gati! Gati. Plajtjarja është sa minuta tush nga këtu? 20 minuta. Për 20 minuta, po, gjysmore kështu. Ama eci ma vash 20 minuta edhe shumë rrugë e bukur, vetëm se ka ca kthesa dhe unë kam merak kus më vjell ateja. E normale thot nuk vjell, po unë gjithmonë e kam këtë merak si den. Pjesa këtu është shumë e bukur, shikojeni. Sa vendi është kjo tush? Não faz para mim. Çumaki me patataki. Oh, bir şey. Έλα, έχει και πατατάκι μέσα. Έλα. Αντέα. Πήγαινε εκεί. Perfeito, ha? Çfarë kullore je, me lule shtry dhe... Sa romantik vesh ama do. Okej, ullëm këtu tani e hëngrëm pak diçka të vogël. Edhe tani do shkojmë të vizitojmë Kuajt, se këtu është një vend shumë i bukur. Edhe më në fund pastaj vajzat të bëjnë kalorimin me kalç, presim që atë të rikse radhe. Ja! Më kap do ti mua! Mua më kap se unë e cja vash, se kam barkun. Ua, sa bukur, Kuajt. Se sa vend i bukur, këtu është vend shumë i paqët. Thjesht ndjen sikur jenë paqe. Ah, sa bukur. Kuaj. Ne kemi ardhur një herë këtu në dhjetor, më duket në janar, dhe nuk ishte kaq. Tani është një kjo cicërime e zojve të gjojeni. Fenix, aftojnë e Fenix. Ti avu me Fenix. Shiko sa bukur, ka dhe një mbules, ka roba. Shiko. Poliore ato. Wow, sa i bukur. Ky kafe shumë i bukur, po ai atje kali sa i bukur ai kali i madh. Shumë duket si më i mirë. Më i mirë. Shiko, se çfarë kali? Shumë i gjatë. Unë ashtu po dana të vjes. Wow, shumë sa i bukur. Φαίνεται εσύ είσαι με Δημητρή. Po zonë kam frika kë. Që është shumë i madh. Shikoni si qenë. Disa rosa. Shikoni. Sa bukur. Shiko, mami. Po, s'kemi dhe dy dërkusa të mëdhenj. Kusa të mëdhenj qenka, nuk isha farë në njërë ka ishtë dërkus të madhe. Πώς νιώθετε που βλέπετε το είδος σας? Το είδο σας. Σαν εσάς είναι. Το δικό σας. Ta pu ben, mami? Kanë që adeja, ka një Si kanë ideja? Qa pu ben qupka ime? Sa kanë me kimi. Sa bukur! Ku do i pim ne? Mami, ku do i pi qupa? Do i pim ne? Te Kali. Ku e ka zemrën Kali? Ku e ka? Te Te popoja. popoj. Je gati? Eh? Kush është kush? Je gati dhe njerë më fort? Po, thuaj. Yes.
Bravo. Kita ti omërfa! Do bëj qupa ime do kaleroj. Mi fëvase. Ine babi edhe, jam bëj babi. Po të mban babi. Ua, mami kita. Ine babi edhe, këtë sekretau. Wow! Ua, ti omërfa! Wow! Ti omërfa, ti koricja mu! Ti omërfa! Wow! Yeah! Mazime ti motra! Μπράβο, Αθηνούλη μου! Bravo! Η μαμά χαίρεται! Mami! Shikoni Adea! Bravo shpirt! Bravo! Kalon bukur? A shpirt? Po kalon bukur? Wow! Wow, Zemal! Që të bukola! Wow, 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 wow! E di. Normale është, sa tiki pak. Wow, mami! Tani po ikim. Besoj janë kënaqur çupat po kalojmë nga pjesa e kuajve. Ali mia, kolla vede. Telos, mami! Daruam! Kim në shtëpi, kaq ishte, u kënaqëm shumë. Faleminderit që na ndoqët. Faleminderit shumë që na ndoqët në këtë video. U kënaqëm shumë. Ishte një eksperiencë shumë e bukur dhe jam shumë e lumtur dhe shumë krenare për Adean që nuk pati frikë kësaj radhe.